لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Ata falëndërojmë për ti fale dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe salamet për shëndetit më të mira mbi më të mirën të dërguar, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave javore ku ditëve të hëna flasim për fjalët e Zotit subhanahu wa taala. Mirë po për shkak se ne përfunduam para Ramazanit ciklin e tefsirit, e pastaj pas Ramazanit për ta bërë një lloj lidhje dhe për ta rikthyer memorien aty ku kemi ngel, ne parapolqyem që të flasim për disa prej rregullave dhe disiplinave të cilat i kanë sjellë dietarët që ndihmojnë për ta kuptuar fjalën e Zotit Xhelel Xhelalu dhe për ta jetësuar ata. Nga se fundja, qëllimi nuk është nxania e sa më shumë ajeteve apo tefsiri sa më shumë ajeteve, por se qëllimi dhe objektivi më i lartë është që njeriu të kupton librin e Allahut, ta kupton ajetin e Zotit Xhelel Xhelalu dhe ta jetëson atë në jetën e vet. Pra ta ngjall në vetën e vet, në veprat e veta atë çka e ka kuptuar nga fjala e Zotit subhanahu wa taala. Përmendëm në rregullat që do të ndalemi me 5 të tjera nëse na premton koha apo ato që kemi mundësi që ti shpjegojmë. Përmendëm në 10 rregullat, 5 të parat. E para prej tyre, fehmu azamatil kalam, kuptimi i madhështisë së fjalës. Kur e din se fjala e kujt kjo, atëherë kjo edhe ndihmon që ta kuptosh më mirë fjalën e Zotit Xhelel Xhelalu, nga se nuk është sikur çdo fjalë, nuk është fjalë random, nuk është fjalë thjesht, është fjalë e Zotit të Madh subhanahu wa taala. E dyta që përmendëm nga rregullat dhe disiplinë është at-ta'dhim lil mutakallim, që ta madhnon folsin. Kur e din se kush ka fol, cili është autori i kësaj fjale, atëherë edhe ti më serioz e merr fjalën e Zotit te bareke ve teala. E treta ishte prania e zemrës dhe mos angazhimi vetës me gjëra anësore apo diçka që ka të bëjë jashtë Kur'anit, derisa të harrosh edhe vetveten duke lexuar fjalën e Allahut te bareke ve teala. Në gjatën e fundit e morëm e katërta, meditimi. Përsiatja, ajo që quhet në Kur'an tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, a nuk nalen me pa dhe me menu çfarë Kur'ani është, çfarë fjalë e madhe Zoti Xhelel Xhelalu. Për këtë arsye e katërta është të medituarit apo vrojtimi apo vëzhgimi me kujdes i fjalëve të Zotit te bareke ve teala. Dhe e fundit që e morëm në ligjëratën e fundit ishte at-tafahum, përpjekja dhe orvatja për ta kuptuar. Përpjekja dhe orvatja për ta kuptuar fjalën e Allahut te bareke ve teala, dhe me këtë e kishin për qëllim çfarë? Që njeriu në ajetet e Zotit Xhelel Xhelaluhu të ndalet çfarë ka dashur Zoti me thënë. Çfarë të ka dashur Zoti me thënë, sikur që kanë thënë disa prej dietarëve se këto ajete janë mesazhet e Zotit te sicili prej neve. Andaj duhet lexuar sikur kur ja çon zotnia izmeqarit vet një letër, edhe i thot dëgjoj, ti nuk e këshir letra që shoh, as nuk e këshir që ka shkruajt, po e këshir çka ka thënë aty. Për këtë arsye ne nuk e këshirim për shembull te mushafi sa mirë është i bën mushafi. Jo, as nuk këshirim llojin e fletës, sikur që plot me njerëzve apo zanin e sa mirë lexon, këto janë pjesë të jashtme. Kjo në rregull me u ngjëros mirë. Edhe letra mu bë mirë, kjo në rregull. Mirë po, këto janë bë për ta kuptuar. Nëse këtë që ti i ban e zbukuron, fletën e ban më të mirë, zanin e zbukuron, e ngjyn me ngjyra të ndryshme, me bojra të ndryshme, mirë po në fund nuk e kuptojmë Kur'anin. Çfarë kemi bë? Nëse ti dikush ta jep një libër shumë të bukur, të standarde më të larta të shtypshonjës, mirë po ti thu unë se kuptoj këtë. A përbën një vlerë ajo për ty? Jo. Për këtë arsye, orvatja për ta kuptuar shumë e rëndësishme. Përmendëm në ligjëratën e kaluar çfarë nënkupton me orvatjen për ta kuptuar. E para, edhe këtë e përfundum, është që në Kur'an të ndalemi me cilësitë e Zotit. Kur Allah thot Rahman, çfarë i bie kjo? Rahim, çfarë i bie kjo? Kur thoj El Hakim, i urtë, çfarë është i urtë? Dhe ti pastaj i lidh
shumë prej gjërave që ekzistojnë në jetën e kësaj bote dhe në jetën tane dhe në udhëzimet e tua ditore, javore, mujore, vjetore, kreti lidh me emrat dhe cilësitë e Zotit te bareke ve teala. Andaj gjëja e parë që duhet ta vëzhgosh dhe ta vrojtosh në Kur'an, cila kush o Zoti? Kush o Allahu subhanahu wa taala? Nga se vini rrezër, shumë prej ajeteve janë peng, pra kuptimi i tyre është peng i njohjes së cilësive të Zotit. Ajo nuk deporton kuptimin në zemrën tënde deri të deportojë njohja e Zotit subhanahu wa taala. Për shembull, vëllezër, ne si ka mundësi shumë prej ngatresave që i shohim te na të kaderit, çish mi shpjegu ato? Ne i shpjegojmë nëpërmjet emrit të Allahut i urtë. Ai e di më mirë çka të bëj. Ai e din më mirë çka është të bëj. Për këtë arsye, gjëja e parë që kërkojmë nga përpjekja për ta kuptuar Kur'anin është cilësia e Zotit. E dyta, cila ka thënë, duhet të vëzhgosh dhe të përpiqesh që ti kuptosh veprat e Zotit. Allahu shpesh në Kur'an i përmend punët e veta, çka ka krijuar ai, çfarë ka bërë ai. Dhe këtë kjo vëzhgim ndihmon për ta kuptuar fjalën Allahu te bareke ve teala. Ka thënë si për shembull, Allahu e përmend shumë në Kur'an krijimin e qiejve të tokës. Allahu ja shpesh e përmend, khalaqas samawati wal ard. Ka krijuar qiejt dhe tokën. Kjo ka ardhur mbi 400 diçka herë. Dhe kjo nuk është rastësi. Përmendja e vazhdueshme me qiejt dhe tokës. Dhe vini re, na jetojmë në sot në kohën e kësaj teknologjisë ku njerëzit i kanë ngulit sytë e tyre në për teknologjinë, telefon, kompjuter, në iPad e kështu me radhë. Mirë, po kanë haru krijimin Allahu subhanahu wa taala. Dhe shumë e interesant është se sot robëria ndaj teknologjisë ka bërë shumë edhe prej muslimanëve në vend se të kënaqet me krijimin e Zotit, ai krijimin e Zotit e këshirë nëpërmjet telefonit. Ai e vërenë njerëzit. Kudo që shkojnë, në një pamje të mirë, në një baçe të mirë, në një deti e kështu me radhë, në vend se me e gëzue kësinin edhe veshin, edhe me e kënaq shpirt me pamjen që ka kriju Allahu te bareke ve teala, ai e këshir pamjen Allah nëpërmjet kamerës. Me një herë nxjerr ta bëjë një foto. Dhe kjo është prej robërisë ndaj teknologjisë. Ka dalë këshirë ti një herë vetat pamje, kënaqshu dhe mushi shpirtin me atë pamje, pastaj nuk ka problem me bëni foto. Ama ne këtë botën pe këshira përmjet ekranit. Ajo më e madhe se ekrani jot. Po këtë arsye shiko, ka thënë Allahu shpesh i përmend krijimin dhe të qiejve të tokës në Kur'an. Që të kupton lexuesi prej këtij krijimi cilësitë e mëdha të Zotit xhelle xhelalu. Kur Allahu thotë, unë kam kriju qiellin dhe tokën. Dhe ti e këshir qiellin s'ka fund, si ashe fundit. E shet tokën sa e madhe. Dhe këtë krijim kur e shet, ti e kupton nëpërmjet kësaj sa i madh mundet me qenë Allahu subhanahu wa taala, i cili ka krijuar këtë këto. Thot Ebu Hamid, nga se vepra tregon për vepruesin. Këtë kjo vepër e madhe e Zotit xhelle xhelalu, a nuk tregon për një veprues të madh? Këtë shtrirje që ka bërë qielli, ti nuk e di fundin ku e ka. Qiella, po sa është i madh krijuesi i qiellës. Kjo është për qëllim me përmendjen e veprave të Allahut te bareke ve teala. Andaj thot, madhështia e krijimit tregon për madhështinë e krijuesit. Madhështia e qiejve të tokës kallzon se sa i madh është ai i cili i ka krijuar. Thot, kjo nga se nëpërmjet përmendjes së veprave të Allahut te bareke ve teala, ai duhet të thekson dhe të vendos qendrën e mendimit të vet te vepruesi, jo te vepra. Për shembull, Allahu xhelalu ala thot, "Qyre qiellin." Ama për qëllim që nëpërmjet qiellës ta shihësh Allahun subhanahu wa taala. Kur thoj Allahu, "Qyre këtë tokë që kena krijuar", që ti nëpërmjet kësaj toke thush, po Zoti i kësaj toke sa është i madh ai i cili ka krijuar këtë madhështi të tokës. Thot Ebu Hamid rahimahullahu taala, nëpërmjet krijimit që e përmend Allahu në Kur'an, i tregon lexuesit të Kur'anit se gjithçka është e mbajtur me kudretin e Allahut dhe asnjë sen nuk funksionon vetvetiu, por gjithçka e mban Zoti i Madh te bareke ve teala. Ose shiu vëzër, ti e sheh nga krijimi i Zotit se kur gjë nuk funksionon vet. Çka të lesh dikun diçka, ajo rrezohet. Çka shtypësh dikun, ajo duhet me funksionu me shtypjen e dikujt, me mbajtjen e dikujt. Apo, e tani ti e sheh këtë qiell. Edhe 6 palë tjera, 7 palë qiell, kush i mban? Tokën kush e mban hapësirë? Kush e mban në çet? Apo, kush e mban? E ma Zoti i Madh, subhanahu wa taala. Këto është çfarë tregon sa ka fuqia i cili i mban.
Zemrën tonë kush e mban? Damartë tu kush i mban? Kush ti gjeneron vazhdimisht qelizat e reja? Kush ti jep, kush ti rinon qelizat? Apo vetëm mjekën për shembull thot mos mu rinu qelizat i smuhush. Mos mu bë qeliza pi e vjetër e re, pi e vjetër e re, vazhdimisht. Ti për çata ha buk, edhe pi ujë. Që një pjesë e merr të re, një pjesë e gjun, një pjesë e merr, një pjesë e gjun. Këtë kjo vëzër, këtë kjo merret ti përzije në një një diçka. Shiko ti për shembull gjithat përzime ki me bë. Një e me kur marrohet të shtëpia, a dini që gjallaj mbeturim bëhet. Për me hangër ti për një ditë bukën. Allahu xhelal të ka kriju luks. Çka si çon ti aty mrena, kur nuk ti përzin. Apo ti çon herë lan të ngurt, herë të langshme, herë lan të ngurt, herë të langshme. Allahu ka krijuar mjete special mrena trupit tan. Të langtë në çon që tërkon, të ngurtën që tërkon. Kret ajo çka i duhet trupit e nal trupi. Ajo çka si duhet e gjum. Këtë kjo mrekulli, kush e ban? Vesh të barkiot, po sa barka, 8 miliard njerëzi. 8 miliard njerëzi. Po barqet e hajvanve, po barqet e shpendve, po barqet e insekteve të vogla. Si e tonaj, ku e ka barkin? Ku e ka, ku i ka zemën, me çka funksionon ajo? Mirë po këtë kjo dhe zërë është mrekulli e Zotit Gjelle Gjelalu, që në përmet kësaj mrekullie, ti kur lexon khalaqas samawati wal arda, e ka krijuar qiellin, këtë qiell dhe tokën. Ti ndarësh e te i kalon këta dhe thu, po krijuesi, po Zoti jam subhanahu wa taala, sa i madh që është. Për këtë arsye thot, për shembull, kur ta lexoje fjalën Allahu te bareke ve teala në surën Al-Waqi'a, e fara'aytum ma tahruthun. Allahu ja thot, a shikoni ju atë pjesën e tokës që lavroni kur e punon tokën? A pe shikon? A jo mrekullim vetë o vëllezër. E ti e gjun far, edhe e ha bostan. E gjun far, e ha mill. E gjun far, e ha moll. E gjun far, e ha dardh. Ti e gjun një far, ajo ta jep tjetër frit. Dhe kjo vëllezër ku ke pati? Tjetër shka ti një sanësh ti, Allahu ja thot, a nuk e shohin se me një ujë i ujitin, a gjithë ato fritet e jep. Hin vesh një anë pazar ku tish, veç mos u gut një herë, veç mi blej ato, se po veç këshir një herë. Mrekulli e Zotit, pemë dhe perime, ngjyra sa të shasini. Apo, këtë kjo vëzër me një ujë pa ngjyrë, po. Me një ujë pa ngjyrë, për të regu e Zotit Gjelle Gjelalu se çfarë? E fara'aytum ma tahruthun. E shikoni atë çka e mbjellin në tokë. Pastaj thot Allahu, e fara'aytumul ma alladhi tashrabun. A e shihni ujin që e pini? Shikoj vëzër uji. Çfarë natyre ka ky ujë? Çfarë si krijohet pa ngjyrë? Si është i lehtë, si është i domosdoshëm, e kështu me radhë. Për këtë arsye Zoti jon te bareke ve teala na ka bërë që nëpërmjet leximeve të ajeteve të Zotit Gjelle Gjelaluhu ne të shkojmë dhe ta kuptojmë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, e fara'aytumun nara allati turun. A shihni ju zjarin që e ndezni? A shihni zjarin që e ndezni? Shikoni vëzër, ku është zjari? Zjari vëzër është, i ka vendosë Allahu Gjelle fillet e zjarit mrena gurit, i cili dhezët për zjar. Ti e merë për shemë mrena gurit edhe e fërkon digurzi të cilat fërkojnë zjar. Allahu që e ka po zjarën ati mrena, i thënë zenat, është guri ku shkrepët dhe flakron zjarin. Mi vallatët era ejtu, pi ku benzer një zarmin? Me ku benzer një zarmin? Pi digurzive ta ka dhe shpijen. Apo pi digurzive ta ka dhe shpijen. Dhe shikojmë se sot gjërat e reja që janë krijuar. Shikojmë për shembull lanë djegse, benzinën, naftën. Sa ka dhënë Allahu naftë? Ta ka dhënë. Veç na këtu, mos fol, veç na në çajër 80.000 banorë që jetojnë në 3.5 km katror, apo ku jena komuna më e ngushtë në dunjë. Sa veturat janë? Sa naftë harxhohet këtu? Po në dunjë 8 miliard njerëz. 8 miliard njerëz. Allahu ja ka shlu naftë pa hesab. Dhe vini re, shtetet e mdoja bajnë llogari, a kena naftë për 30 vjet, a 40 vjet, a 50 vjet, shtijen cëla ka ma shumë naftë. Dhe kitë kjo lezër, njerëzit harrojnë se këto shtete nuk e kanë kriju këtë naftë, po Allahu ja ka dhënë dhurat. Allahu Gjellole ja ka dhënë dhurat. Shiko shtetet arabe, ju ka dhënë Allahu naftë, kitë dunja ka nevoj për naftën e tëne. E për landën djekës që dhënë, ku e kryon lezër, mrena në tokë. Ja ka shtlu Zoti si qeshme. Sikur ti qeshme që e ki të shpia, a i ka qeshme të naftës.
natë me vite veç shikoni vëzër, ka kalon ti çka she barabar me duqane she pompat benzinës apo veç mushin njerëzit, vetë mushin. A nuk na është me menu, po ku e morëve këto këtë naftë? Pi qile jo, pi toke po. E kujna e Allahu Gjelluala. Zoti ka kriju këta. Kitë këto vëzëri ka kriju për neve. E pastaj na me angazhu vete me diçka jashtë Zotit Gjelluala. Kjo është prej mosminjohës dhe Zotit te bareke ve teala. Thot Allahu Gjelluala, e faraitum ma tumnun. Në surën Al-Waqi'a thot Allahu te bareke ve teala, a shihni ujin që e hedhni gjatë marrëdhënieve intime. Çu se ka përmend, e faraitum ulma alladhi tashrabun, ujin që e pini. E faraitum ma tumnuna, a shihni atë ujë që e nxjerrin në marrëdhënie intime. Vini dhe çallot e Muhammed. Thot, të gjitha këto Allahu Gjelluala i ka përmend në Kur'an. E ka përmend zjarrin, ujin, mbjelljen dhe farën nga e cila krijohet njeriu. Për çfarë arsye? Që besimtari gjatë leximit të Kur'anit të mediton, për shembull, ta meditojmë farën nga e cila krijohet njeriu. Thot, shiko në farën e cila del lëng shumë i pak në dozë, dhe del çfarë? Një ngjyrsh. Këtë një ngjyrsh del. Por këtë asyllë me një ajet Allahu na thot shumë gjëra. Shire për shumë surë Al-Waqi'a ajeti 58. E faraitum ma tumnun. Shiko ti e lexon këtë ajet, ndoshta e ke lexuar shpeshherë. Mirë po, shiko e dietari që e shef. Thot ka dale pa, prit. Se që këtë ajet Allahu shumë se na ka kallëzuar. E para, thot del i holl. Del prej njeriut ndos pakt. Thot, krejt e ka një ngjyrë. Do çdo copa ti e ka një ngjyrë. Thot, këshire se pitit çatyre pikave të ujit, Allahu një pjesë e ban mish, një pjesë e ban koc, një pjesë e ban damar, një pjesë e ban nerva, një pjesë i jep format. Ti këtë pjesë të trupit që i kije, këtë janë bopi që sajfare, këtë një ngjyra. Ama syt kanë dalë kaltërt, dikujt di kanë dalë zi, dikujt kaft, apo flokët kanë dalë zeza, dikujt verdha, vesht kanë dalë format tjetër, kocin format tjetër, nervat format tjetër, apo damar format tjetër. Gjithë shka ka morë formën e vetë. Piku e ka morë këshire ujin. Shiko se sa mbi që ti ujt Allahu që ka po bini re, dhe të Muhammed thot, i ka dhënë Allahu nga një uj një ngjyrësh format të ndryshme të pjesëve të trupit të njeriut. Prej këti ujt e ka marrë dhe e ka bërë njërën pjesë kokë, pi këti ujt e ka bërë njërën pjesë dorë, pi këti ujt e ka bërë njërën pjesë kam, njërën pjesë e ka bërë mushkni, njërën pjesë e ka bërë zemër, dhe të tjera nga organet e shumta të njeriut, të cilat çdo njëra ka një funksion pasi të formohet çish duhet. Bini re, thot. Pastaj, le ta shikoje se si nga i njëjti ujë, i cili ka vetëm një ngjyrë dhe një trajt, ka vendos Allahu në to cilësi të ndershme tek njeriu, si për shembull dëgjimi. Dëgjimi. Shiko dhe zërti që dëgjon, dhe ashtë i dëgjur dhe gjërat. Kujtoja atë ditë ku je kanë farë. Për që saj farë Allah të ka bo me nije, e një zanin, shep botën, prek botën, shion gjëra. Haj shko një ujtë edhe foli, apo mënin. Jo, se Allah si ka dhënë leje. Allahu Gjellola kitë të i ka bo vezër. Ti i kanë ujë, i kanë, të ka formu Allahu Gjellola në këtë format, dhe këtë traj, dhe këtë struktur të ka dhënë. Thot Ebu Hamid Rahimahullah, shiko shikimin. Thot shikoj e menjën që të ka falë Allahu Gjellola. Piqa ti ujë tu ka maru menja, tu ka kriju menja, piqa saj menjë. Thot ti e kupton se e kriju pi ujët. Kjo mrekulliu vezër. E faraitum ma tumnun. Allah vesh menone pi kujt jeni formue, pri farës. Shiko Allah të ka formu komplet prej farës, dhe të ka dhonë menen nga ajo farë, që ta kuptosh se je i kriju nga fara, që pastaj të thuash Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Zoti ma në ka kriju dhe zërë. Dhe kjo dhe zërë është qëllimi lezimin Kur'anit, që vazhdimisht kër të lezush një ajet, ta më dhënsh Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pastaj thot, le ta shikoje se si Allahu i ka krijuar tek njeriu cilësi të liga, nga i njëjti ujë, dhe kjo është mrekulli dhe zërë. Nga i njëjti ujë e ka kriju dëgjimin, shikimin, mendjen, cilësinë e mirë, bujarin, fisnikrin, dashurin. Dhe nga i njëjti ujë e ka kriju hidhrimin, epshin, kibrin, gjehlin, rrenën, polemikën, e kështu me radhë. Nga i njëjti ujë. Ti e njëjti ujë, njëri ka dalë karakter mirë, gjymert, fisnik. Nga i njëjti ujë
vllai vet, inaçor, polemizues, njëti ujë. Allah, sikur ti e i ujë moll, ujë dardh, ujë qershi, ujë avokado, ujë portokall. A është një ujë po një ujë, një tokë. Qyre farën kur e gjum, e njëjta është. Ama mrekullia e Zotit xhelel xhelalu. Dhe pastaj vëllezër, ne nuk duhet të angazhohemi me mollën e të harrojmë krijuesin. Se si e nxjerri piksajnë këtë mollë. Si e çfarë ka kriju mu Zoti këtë mene me të cilën mu më vinë ka 1 milion mendime në ditë, ndërkohë që ajo ka një pikë ujë. Apo, me këtë mene thot ti e kupton pastaj Rabbul Aleminin. Me që këtë mene se ka thënë Allahu, ti e kupton Zotin e botrave. Çfarë mreku, a mund vëzë dikush ta më bëjë? A ka mundësi me e bëjë? Thot Ebu Hamid, thot, shikoj fjalën Allahu në surën Yasin ayat 77. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Thot Allahu në surën Yasin, a nuk e sheh insani se ne e kemi krijuar insanin nga një pikë uji, nutfe. Dhe ja, shikoni, fa idha pim pik uji, ti e sheh insanin. Dhe kjo vëzër, meditoj, lexoj Kur'an më. Nga se në surën Yasin, me që se ka ardhur hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadith nga Imam Ahmedi, mirë po nuk ka qëllimi aty vëzër. Sura Yasin për gjallë. Nga se Allah thot awalam yara, a nuk e sheh insani, ai dekt nuk sheh mo. Na e lexojnë surën Yasin, a ki pavin, o xha, po ja kënon me lokës teme, çiçës teme në Yasin. Ata lexojnë një artije masanejat asajda. Se ti jeni arë me ta lexu Allah. Ti jeni arë për Yasin, masane e lexojnë edhe për gjishën. Ama me ja lexu dekme ti shahidu lexue. Ti për veti këngëtar ta gjishës, dekmi trametlijës në Yasin. Jo një arë të lexojnë ati se ti ma nevojshëm për rahmet. Lexojnë për veti, Allah o thot, a nuk e sheh insani, ne e kena kriju pin një pik uje, e kur arrit bëhet polemizus. Khasima, kur njeri ju bën debat edhe nuk shlon peheq. Khasimun mubin, e sheh se e vërteta me tjetër thot nuk ka qashtu. Apo, edhe në fund thot veç derisa mja plas barkin. Ki njerëz kështu, e dina se ti e ki taman, ose ti ka një aredi se aje ka taman, ama hajtë pranoja? Ka në pranoja? Po me pranu e dë vërtetën o dalimi mes Kur'anit dhe shejtanit. Qka dalon vezër mes neve edhe ati shka se ka pranu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Qa dalon? Se ti ke thonë aja ka të vërtetën, ki qëtëri ka thonë jo se ka aj. Ja kështu është. Për këtë arsye dhe zërë, ti kur ja mohon dikujt një të vërtet, e ke mohon një pjesë të asaj që ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, let mendon insani në këto mrekulli dhe në këto gjërat të larta të cilat Allahu i përmen në Kur'an. Thot, dhe let te i kalon nga kitë këto meditime në diçka e cila është ma e madhe se kaq. Wa huwa sun'atu allati minha sadarat hadhihi al-a'jibu fala yazalu yanzuru ila as-san'a wa yara as-sani'. Thot, let shikon vepër pas vepre të Zotit xhelle xhelalu deri ta sheh Allahu subhanahu wa taala sa i madh është Zoti xhelle xhelalu. Po këtë asyllë dhe Kur'ani nuk është vesh që është me kalue. Ka dale, mendoj një fjalë Zoti xhelalu së gjitha të mana i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala në këtë përmendje të krijimit. Kjo vëzër është kur ti lexosh ajetet e krijimit. Thot Ebu Hamid, si bëhet kuptimi kur i lexojmë ajetet e historisë së pejgamberëve? Ne e gjejmë në Kur'an vëzër, Allahu përmend shumë pejgamber. Dhe përmendëm në ligjëratat e Ramazanit për një muaj të tërë historinë e Musait alayhis salatu wassalam. Dhe historia e Musait vëzër na e kemi përmbledh shkurtimisht. Krejt që kemi thonë shumë shkurtimisht. Për ndryshën Kur'an është përmend 129 herë Musa alayhis salatu wassalam. 120 herë Musa. Para më sa pejgamber tjerë ka përmend Allahu te bareke Ibrahimin alayhis salatu wassalam, Ishaqun, Yaqubin, pejgamber pas pejgamberi. Mirë, pse i përmend Allahu këto pejgamber? Pse i përmend? Thot Ebu Hamid, sa i përket përmendjes së pejgamberëve alayhimus salatu wassalam në Kur'an, kur ti lexuesi fjalët e Zotit në të cilat përshkruhet pejgamberia e pejgamberëve, historia e pejgamberëve, se si nuk i kanë besu popujt e tyre, se si janë godit, se si janë vrarë disa prej tyre, le ta kupton. Shiko vëllezër çka nxjerr Ebu Hamid rahimahullah. Thot, kur ta lexosh ti në Kur'an, çush i kanë përgënjeshtruar pejgamberët? Kanë ardhur pejgamberët e popullit vet, pit anës Allahu xhelalu ala ka dërguar Allahu xhelalu ala, ai ka thonë jo s'besoj.
nuk të besoj, nuk jeni pejgamber e kështu me radhë. Çka nën kupton bisajra? Çka ka thënë? Falyafham minhu sifat al-istighna'i lillah wa jalla 'an ar-rusuli wal-mursali ilayhim. Le ta kuptoje se Allahu xhella xhelalu është i pavarur edhe nga i dërguari, edhe nga i dërguari të ata. Pra edhe këtë që e ka dërgu, edhe të ajtë të sëtë janë dërguë, Allahu s'ka nevojë as për këtë, as për këtë. As për këtë, pra nuk i ndodhë Allahut kur ndodhë diçka me robët e vetë. Thot Ebu Hamid, wa annahu law ahlaka jami'ahum lam yu'athir fi mulkihi shay'an. Nëse i shkatron Allahu krejt njerëzit, kur çdo ndodh te pushteti i Zotit te bareke ve teala. Thot e kur ta lexon pastaj, pas përgënjeshtrimit dhe torturave dhe sprovave, se si Allahu në fund i ndihmon pejgamberët e vet, le ta kupton kudretin e Allahut dhe se Allahu xhelalu ala u ka shkruar ndihmën pejgamberëve qoftë në fund të ngjarjes. Andaj e shën Kur'an kur Allahu na kallzon për pejgamberët. Vëzë kur të lexosh për pejgamber, dush me imën në ngjarjes. Kur ta shikosh sa i pejgamberi atu hek, atu përpjek, edhe ka zor pi popullit vet. Ha, shiko për shembull surën Al-Qamar, Allahu ka bashkun Nuhin alayhis salatu wasalam. Inni maghlubun fantasir, ka thënë o Allah, më kanë mujt këto 950 vet jam t'i thirr, ama nuk ngojnë, nuk u mbindën, nuk dojnë me ardhur rruga jote. Andaj shiko, si e përshon Allah, inni maghlub, unë jam i lodhtë, unë jam i raskapit për këtyre, ja? Fantasir, bjema ti muhe, ndihmën tane. Ti kur të leton vëzër, kur jeton këta, ha? Dhe ti shiko, ti ka cila anje? Ka cila anje? Nga aq ka ti e një në dhimëtën, dhe nga ana ai që ja dëshiron ndihmën, ti në qatë qatina i e. Andaj kur i ka thënë Enes ibn Malik radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ja Rasulullah, ti ki do dosta si Abu Bekri dhe Omeri dhe Uthmani dhe Ali radiallahu anhum, thot ata janë njerëz të mëlloj dhe kanë vepra të mëlloja, ndërsa unë nuk i kam kudretin e tyre. I ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thënë si e kiti hallir me ta, ka thënë i du shumë. I du tyje, i du shokët. Ata i ka thënë Enes ibn Malik, i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thënë el mar me amen ahab. Ta di se njeri më çka e do. Kur ti lexon Kur'an vezër, edhe thu çish pas ka hek Nuhi alayhis salam. Apo dhe të krijohet ndjenja e urrëties ndaj paganëve dhe ndaj përgënjeshtruesve ndaj pejgamberëve dhe krijohet dëmshuria dhe se si ti shpreson Allahu ta ndihmon pejgamberin, kjo ka thënë se ti e ka pejgamberin. Ti ka thënë se ti e ka pejgamberi alayhis salatu wassalam. Se sicilën ngjarje që lexon te pejgamber, ndjenja jote nga jeti dhe ka ndjenjë dëmshuria ti e çanena. Apo për shembull vëzër, keni bën njerëz kur shikojnë një film. Skenaristi, ai që ka shumë skena që ka me ndodhë në film, gjithmonë e lun e ban skenën qashtu që shikuesi me ndje dhe mshuri për protagonistin e ngjarjes, për atë kryesorin ngjarje. Apo t'ja ki po zakonisht kur e ban për shembull atë kryesorin, e atë e ban si një lloj viktime, si një njeri cili meriton me fitue, si një njeri cili o ma i miri, e a ke bati kur e shet të i bo zullum ati, ti dhu ha inshallah sa roke keqja, ha inshallah ki fiton. E tani kjo film në Kur'an o dhezër, kur ti lexon ngjarjet e pejgamberëve, ka dush me thonë të fitoje pejgamber, për qatë që ka thu hë të fitoje ti qanena i e, pavarësisht pasaj që ishtë ndodhë në ngjarja. Me rëndësi është që ti eshtë nga ana e tina, ti eshtë nga ana e tina. Thot Ebu Hamid rahimahullahu ta'ala, thot kur i lexon pastaj në Kur'an popujt të cilët e kanë përgënjeshtruar çdo pejgamber që ju ka ardhur, popujt të cilët Allahu xha si për populli i Adit dhe populli Themudit, edhe Tubai, edhe popujt të tjerë, të cilët apo Kurajsh të cilët e kanë mohu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ha, thot çka duhesh ti me nxjerr kur lexon këtë ngjarje? Kur ti lexon Kur'an, Allah thot o ka një populli Adit, edhe populli Themudit, edhe populli Nuhit, edhe populli Lutit. Këta popull i kanë mohu pejgambert e vet. Ju kanë thonë sini ju pejgamber, ju në rënacak, çështu ju kanë thonë. Mos na rrejnë ju neve pallavra. Pallavra kanë thonë. Asatirul awwalin, kanë thonë kësi pallavra sa eri kina nina. Sa er kanë thonë njerëz në pejgamber. Çështu e kanë tallë vëzër. E janë tallë. Dhe kjo tallje vëzër ka kushtuar kontatimin e vet. Thotë Ebu Hamid rahimahullah, kur ti lexon përgënjeshtrimin e përgënjeshtruesve në Kur'an, çka duhesh me kuptu piksajna? Andaj të qajme të vëzër, disiplinat dhe regullat që duhet ti mban me vetë lexuesi Kur'anit, ku lexon Kur'anin. Thot, leta shikon,
kur Allahu ja përmen rrenën dhe arrogancën e paganëve në Kur'an, thot feljekun fehmuhu minhu istish'ara al-khawfi min satwati wa niqmati. Letu të thot lexuesi dhe le ta ndin frikën prej goditjes të Allahut dhe hidhrimit të tij. Për shembull, te lexon thu populli i Adit i ka thënë pejgamberit vet ti erdh në cak. Dhe ti e para çka kupton, kujdes se çituaj ka thënë në cak, mas di fazëve thot Allahu xhelel xhelaluhu, na i bënëm rrafsh. E kur e thot ti e bënëm rrafsh, ai shkatrum thu ka dale me pejgamber, ka dale me Kur'anin se shikoj çka ka thënë. Thot walyakun hadhuhu minhu li'tibara fi nafsi, let marrëm si mirë se përgënjeshtrimi dhe mosndjekja e pejgamberëve kushton, ka tatim. Thot dhe se nëse ai e harron apo nuk sillet mirë me këto mësime dhe mashtrohet dhe bëhet indiferent dhe nuk e çon kokën për mësimet që i ka zbrit Allahu te bareke ve teala në përmendjen e popujve që kanë përgënjeshtruar, thot ferubbama tudrikuhu an-naqma wa tanfudhu fihi al-qadiyya. Thot në të ruhet se ndoshta e gjen e njëjta çka i ka gjetë ato. Andaj Allahu nuk na ka kallëzuar neve për popullin e Nuhit me ka përzina natën. Hajse s'kini shka bani për gjukazë ju që ka ndodhë. Jo. Nuk janë këto vëzër ajete për me të zonë gjumit tije. Jo, këto janë për me të qupi gjumit. Apo, shumë për njerëz e thonë flej me Kur'an. O, qu, jo flej. E të na, a di kush du të me flej? Nga fëmijën e mashtron me do kajka për me flej. Apo, e i thur pak poezi për me flej. Kur'ani ka për mu zgjuhë, vëzër. Kum fe endhir i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam, qu, ngretu dhe kallëzoju njerëzve. Dhe që ka ardhë hadith, dhe se hadithi është shumë i dobët, mirë për ka ardhë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se mas i ka zbi shpallja, i ka thonë pejgamberi alayhi salatu, i ka thonë pejgamberi ton alayhi salatu wassalam, Khadija radhiyallahu anha, ka thonë flej, pusho. I ka thonë jo e Khadija, s'ka më gjumë, madha waqtu an-nawm, shkoj më vakti gjumit. Dhe se kër e kupton njeriu se ka xhenet dhe xhenem, ka llogari, ka ditë kiametit, kanë më morë njerëzit llogari për çdo zullum, për çdo gjilpan çka ja ke marrë dikujt pa hak, dhe për çdo vepër që ti e ke fituar rrezikun prej halal e prej haramit, për çdo frimar që e ke marrë ku e ke quajtur dhe që e ke larguar. A ka mundsi njëri me ezan gjumi let? A ka mundsi me ezan gjumi let? A ka mundsi me nejt në dunja rahat, ndërkohë që e di se ka me marrë llogari? Shikoni edhe njerëzit kur i thonë i duçanit, e kështu se më duket këto kontrollorët për tatime më duket kanë me ardhur mas dijave. Nuk fle, e trazon me gruën e vet. Kështu i thot kontrollohemi ket, babën e vet, se lekër kanë me flet, se kanë me ardhur na kontrollue. Po para më zëra dita kur Allahu na merr neve kontroll. Kur me lek na morën kontroll. Apo, dhe shumë interesante se si e ka bëu Allahu xhelalu ala kontrollin. Njerëzit me dur të veta çojnë te kontrollori. A keni pa njerëzit kur për shembull e zoni dyqan për me kontrollue, këtë largohen. Allah i një moftë, inshallah. Inshallah thotë i ka këtë në rregull. Shikoj se kur çka bëhet me njërin e vdekt. Çka bën ana me njërin e vdekt? Ja japin Allahit, çën varr ku e ki, na po ikim. Marrat i vet llogari. Allahu që ka bëu me hikmetin e vet, urtësinë e vet. Ku belini këta? Vet belini apo? E le vet ti aty. Për tregu Allahu subhanahu wa taala, ama prodh mua. Tarji'una in kuntum ghayra madinin. Allahu jalla thot në surën Al-Waqi'a, nëse ja u marr menja se si u morën në hesab, mos ta i bini ne vet. Mos alini me dek njërin. Ja. Ama për shkak se njeriu do të merr llogari vëllazë. Do të merr llogari. Dhe kjo llogari e zgjon prej gjumit, thot Ebu Hamid rahimahullah, thot kur ti lexon për përgënjeshtruesit në Kur'an, ki kujdes se me trok në cilësi e tëne mundet me trok edhe hidhrimi i Allahut mbi ty. Se ata i ka rrok për në cilësi. Edhe ti mundet me trok e njëjta dhe mu plotsu çështja mbi ty. Thot, njëjtë duhet kur ti lexon cilësitë e xhenetit edhe xhenemit dhe gjërave të tjera që janë në Kur'an, të cilat nuk ka mundësi që të përthekohen me kuptim qatë shumë që ka ajetën në Kur'an. Thot, dhe se këto janë në mënyrë të pa brek, lani hajetëne. Ska dikun kunalët, kuptimi i fjallëve të Allahu të bareke ve teala. Thot, si cili rob e ka riskun e vetë të kuptimit të fjallëve të Allahu të bareke ve teala. Andaj thot, kur ta lexon çdo ajet të Zotit xhelel xhelalu, le ta lut Allahun ta mundsoje kuptimin e këtij ajetit. Sikur që thot Allahu te bareka në surën Kaf, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi
lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot sikur të kish qenë deti ngjyrë. A mund ta pranojë ngjyrë lapsit? Ki detin me e bon ngjyrë. Thot Allahu xhelle xhelalu, për ta shkruar fjalën e Zotit xhelle xhelalu. Ha, lanafida al-bahr, harxhohet deti boja, komplet nësa deti boj, harxhohet para se me u harxhue fjala e Zotit xhelle xhelalu. Walau ji'na bimithlihi madadan, edhe me pru deta sa dush harxhohet. Andaj përmeni fillim me Muhammed al-Ghazali, Allahu ka bërë rahmet që insanit je ka mundësu me lezu fjallën e tina. Për këta si vëzër, para kiametit Allah e ngren. Në ditë për ditëve kanë mushu njerëzin sabah dhe e shovin mushaf, as një ajet nuk eksiston. Allahu në rujt pjetë i zamani. O ma e keqë se kjo vëzëra, që në Kur'an me ekzistu shkronjat, harfët, ti e ki të shpia, ama e jeton vaktin si mukani ati zamanit, ku s'ka është një shkronjë. Në ditë për ditë vëzë kanë muqu njëzë kanë me s'ka Kur'an. E ngrejnë Allahu, kështu ka thonë për nga me zëram, e ngrejnë Allahu Kur'anit. S'ka mo. Atar jetojnë njëzit në gjehel dhe ignorancë, dhe më fund e banë Allahu kiametin. Mirë po, çka ka dallim mes atij zamanit i cili do ta hap njëri Kur'anin dhe nuk sheh ajete hiç, dhe mes këtij zamanit që Kur'ani hap ti se çel hiç. Ha, rezultati janë njësoj. Si ai çka e çelë s'ka kur gjanë ta, edhe si kur ti edhe unë që e kena po se qelna, njësoja, rezultati janë njësoj. Apo, shikoni vëzë njëzve sot, mës me hi një dit në Facebook, i duket si u ka këthije në 87-ën. Thot, shka ka bo sot, shka ka ndodhë sot. Një dit mës me hi në Facebook, thot, shumë mas kumet, bema, e ke pa hinë në kafe, bema pa ka tapterin se kumet pa, shka ke pa, këbuda lakia kemi lezue, shmenduria kemi lezue. Vëzër, atë ka kap dhe njerë ejtja me thonë, sot s'kum lezue, hiç Kur'an. Sot s'kum lezu hiç Kur'an. Sa njëri vëzër ja ka ba privim, haram vetë vetës, dit dhe javë dhe muj dhe vite, nuk e hap librin Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk e lezon. E pastaj ankohemi, pse gjendja umetit të qështu, e pse anë qështu. Po nuk ka mundësi një umet që ka nuk e lezon librin Allahu më kam për para. Nuk ka mundësi një umet i cili nuk loton për këtë libër me uzu Allahu subhanahu wa ta'ala. Si ka mundësi o vëzë njeriu me mor rrugën e ahiretit pa librin e Zotit xhelle xhelalu. Ti navigacioni me tanal deri në Turki e hup udhën. Kur ta shifsh veten, ku me dit ku ke përfundue. Navigacion për me ecë në tokë. Po para më në për me ecë në ahiret. Për me ecë në ahiret, andaj vëzër, duhet besimtarit i kushton shumë rëndësi fjalëve të Zotit dhe me kujdes i lexon ato dhe ti bardh në vetveten e vet. Ti shep për veten e vet, jo për të tjerën. Thot, ka ardhur transmetim nga Aliu radhiyallahu an se ka thënë law shi'tu la awqartu 70 ba'iran min tafsir Fatihatil Kitab. Ka ardhur transmetim nga Aliu radhiyallahu an se ka thënë me dasht i mbushi 70 deve pra me libra në tefsirin e surës Fatiha. Me dash me bo tefsir, sikur që ka thënë hadith tjetër nga Aliu radhiyallahu an, kur e kanë pyet, atë ka veçu ti me dëni libër Muhammed alayhis salam, ka thënë jo wallahi. Këtë që ajo që ka në Kur'an e kam edhe une, ama Allahu e furnizon robin e vet me kuptim. I jep dikujt me kuptu, çka si jep dikujt tjetër. Thot, qëllimi thot është këtu që në leximin e ajeteve të shpjegohen rrugët e kuptimit, që të çelet dera e pastaj të futet besimtari në të cilin merr sicili njeri dhe sicili lexues nga ajo çka Allahu te bareke ve teala i ka bërë risk prej kuptimit. Pastaj ka sjell të gjashtën, e cila është prej rregullave të kuptimit të fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Kjo është vëzër e pesta. E gjashta, at-takhalli an mawani'il fahmi. Ka thënë, disiplina e gjashtë, rregulli i gjashtë për kuptimin e fjalëve të Allahut i cili o vëzër është zhveshja, pastrimi i vetvetes nga pengesat e kuptimit. E pesta është orvatja për kuptim. E gjashta është çfarë? Zhveshja. Para se të futemi vëzër, i ka prue 4 pengesa, që janë shumë e rëndësishme. Që ta kuptojna? Keni pa vëzër njëri kur vend dikush misafir në shtëpi? Lajmin e parë kur e merr sa të orë një misafir. Te burrat kjo zakonisht nuk ndodh, po te gratë çka ndodh? Që tu një alarm i kthen. Trak
edhe shtëpinë e rrotullon ta bëjë mirë, apo? Pse? Se ato ardhi kush në misafir. Apo ki kur kush ato? Mirë po, veç i thon ato ardhi misafir, minni alarmohet, ta rregulloj çka e ka, që të vjen pse mos ta shohë misafiri gjendjen e shtëpisë jo në formën që duhet. E mirë vëllazër. Kur ti lexon Kur'anin, a e ke rregulluar zemrën që mos ta shohë zemra jote dhe mos të shohin, mos të ballafaqohet ajetet e Zotit me një zemër turbulluar? Qysh menon ti me hije kuptimi Kur'anit me një zemër, në ta dashnia për euron, dashnia për dollarin, lidhja për bandazh të kerit, lidhja për telefonin, lidhja për vajza, lidhja për muzik, lidhja për restoran, lidhja për kafe, lidhja, vën Kur'ani zgjen vën te kalon. Andaj thot e gjashta për disiplinave me zhvesh komplet, me çmendue gjithçka që si përket raportit të zemrës me Kur'anin, në mënyrë që ti hap rrugën kuptimit të Kur'anit. Kur'ani nuk i hapet secilit. Kitabun aziz, libër i lartë, libër i cili është mumtani, nuk lën letë më kuptue, nga se e teston dashnien e lexuesit. Thot, shumica e njerëzve janë penguar dhe privuar dhe kanë një perde në mes tyre dhe kuptimit të Kur'anit për disa sebepe dhe shkaqe të cilat u vendos shejtani në zemrat e tyre. Andaj i lexojnë fjalët e Allahut, por nuk i shohin kuptimet dhe sekretet e Kur'anit Allahut te bareke ve teala. Edhe kanë me një hadith, dhe hadithi është shumë i diskutuar, mirë por sa për kuptim, kanë thënë, ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wasalam, sikur mos me qenë shejtanët të cilët sillen në zemrat e robëve të bijve të Ademit, thot do t'i shihnin madhështitë të qijeve. Sikur që hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith sahih, se sahabët kanë pyet, kanë thënë ja Rasulullah, kur po jemi me ty, po ngritet imani lart dhe po pastrohemi dhe po mduket se po e shohim xhenetin dhe xhenemin. Mirë, po kur shkojmë te shtëpia, nuk është e njëjta dhe pastaj hutohemi dhe kalojmë gjendje tjera. Çka ju ka thënë pejgamberi alayhis salam? Me qenë ju në vazhdimsi që jeni kur jam me mua në prani, vinë me lasit ja u zgatin dorën. Po ju me nejt vetë në atë statusin e lartë, kur jeni me mua, vjen me lasit ta prek dorën, nga madhështia që e mrini. Mirë po, ka thënë, një sahat kështu, një sahat ashtu. Atëra, thotë Abu Hamid, thotë, atëra ti përmendim pengesat dhe perdet e kuptimit të Kur'anit, të cilat përmlidhen në 4 pengesa. Pro 4 pengesa, 4 perde du të mi hekë besimtari për me dal me e pa i thujnë melekut. Allahu që ja ka përmen se Allahu ja ka mundësu Ibrahimit a.s. me e pa melekutin. Qka o melekut dhe zër? Gjithçka e cila nuk shijet vetëm me shqisat të cilat ne i kemi, po te kalot me kuptime dhe me dritën e zemrës, shikot me dhështia e Zotit te bareke vë tjara. Ka thënë e para prej 4 perdeve është që i gjithë shqetësimi i lexuesit të Kur'anit të zbrazët dhe të vendosët në nxjerrjen e pastër të harfeve gjatë leximit. Thot, dhe kështu shejtani shumë prej lexuesve të Kur'anit i pengon nga kuptimi i domethënieve të fjalëve të Allahut, duke i angazhuar me angazhim të skajshëm për t'i nxjerrë harfët në mënyrën më të mirë të mundshme. Andaj e shef njërin prej tyre se si mundohet vazhdimisht ta nxjerrë një fjalë pak më mirë, duke e përsosur të gjvidin, thot, dhe kështu i humbën manat. Kjo vëzë pengesa e parë. Kjo pengesa. Kjo i ndodhet e lexuesve të cilët janë lexues të rregullt. Jo ata të cilët tash vini re gjithmonë kur e sheh se diçka s'ka të bëjë me tyje, mos unë jam i pastër për asaj. Jo ti si as kandidat. Ka lexues Kur'anit hafizlar, të cilët vazhdimisht lexojnë Kur'anin. Mirë po thotë Abu Hamid, njëra prej perdeve të këtyre cilë ato vazhdimisht mundohen për shembull, ai lexon për shembull Fatihan. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ato se thash mirë. Edhe ja, elhamdulillah. Edhe ai vazhdimisht duke u marrë me rregullimin e shkronjave, thotë Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, i kuptimi. Allahu që e ka bërë me një sasi të lexohet Kur'ani me tajwid. Mirë po këtë tajwid zguzon atë kalon nivelin e caktuar dhe të bëhet preokupimi vetëm i lexuesit
dhe pastaj të bëhet kjo perde për ta kuptuar fjalën Allahu te bareke ve teala. Vezë çka nëse ti 100 herë lexon me tezvid elhamdulillahi rabbil alamin dhe nuk e kupton se elhamdulillahi rabbil alamin i bie të gjitha falëndërimet më të larta janë vetëm për Zotin e botrave. Ti si ki mend te kjo, po i ki te mend te harfi. Harfi o kallopi i manajës. Kët kallop duhet me zbërthim me hin mana. Duhet me zbërthim me hin me ana. Thot wa a'zamu duhketin li shejtani men kana muti'an li mithli hadha talbis. Thot dhe shumë prej atyre të se e ngojnë shejtanin në këtë mashtrim, thot bëhen qesharak dhe objekt talje të shejtani me këtë mashtrim. Qysh? Dhe kjo vëzër ndodhë një loj sfide dhe një loj sprove për shumë për lezuesit të Kur'anit, ku vazhdimi thonë, a e pave çfarë zani kishte. Dhe ti vërejnë shumë për muslimanëve, e kishte një zanë që a imami në regull, a kitë kënë regull. Po na tu e këshirë zana, si na tu përmisue. Nuk ko me nënësio dhe që farë zani ka. O, në regull me pas a i zanin e mirë. Në mirë po zani, thot që i khul islamu të imi, rahimahullahu ta'ala, zanin Allahu e ka legjitimue, zanin e mirë. Në mënyrë që të bëhet ndihmës për me kuptue. Ndihmës për me e kuptue. Jo mu bo zani qëllim. Apo, sa njëri thot, ma ka knaqë zemrën që kim kur brezoj ke Kur'anin. Nuk kemi në regull dhe qka dhe që. Nuk kemi në regull dhe qka. Ti kur i merë dhe zër ilacët. Apo, ilacët që ti jep mjeku. A i thu dikujt, këno ma pak. Që i thua? O, ka lëzë mërë që du me pijune. Njërë me thonë, jo, nuk ki marë pa ma kënu mirë. O, a i knove, a nuk i knove. A ki za, a s'ki za. Me rëndësia me ma recetën dhe udhëzimin e mjeku dhe me ushërue. Kur'ani o dhe zër, a pate za, a nuk pate za. A e ki zanin e mirë, a se ki zanin e mirë. Kur thoje, a ki mussalate, fale namazin, këtu nuk ka me rëndësi njërë me thonë, nuk ma tha pa shmirë, valla. Ja, së në falë në une. Qish mu falë në hafarzani? Nuk kanë kjo, nuk kanë regull kështu dhe zë. Po, mira kur e lezon për akimus salate me do një zanë pak ma të veçantë, që ti me të depërtu dhe ma tepër ma naja në zemër. Ama, a ka mundësi dhe zërë mund kanë zani, penges, që ne me zbatu librin Allahu Gjellola? A ndove zërë ndu një mi thonë dikush, doktori mi thonë, shumë zanin e keqe paske 100% edhe këto hapat që kam je, pale që ka janë këto. Jo dhe zërë s'ka, kësi budale, kur kënë ndu një s'ka. A nështë e eksiston dikush e ta që në zaman qudit shumë. Mirë po, në bazë nuk ka njeri që i thot doktorit, nuk muj mi pi këto hapa se zanën shumë të keqe ki. A keni pa qështu? S'kini pa. Qëka i thot doktorit? A në regu, qëka, a për mu po? I përmbala në kësajna. A e ka zonin e trash, atë hol, nuk ka me rëndësi, o dhe zërë. Me rëndësi është marja e ilacit dhe mjekimi vetës me ta. E vini dhe zërë, sa për njeri thot, ta gjema një lezus të mirë. Në regu, dhe e gjetëm lezusin e mirë. Tash, qëka pojmë mas lezinit? Qëka bojmë mas je gjithëm edhe imamin me zotë kanë shumë? A u bane ma i devot shumë? A e zbatove ma shumë Kur'anil Allahu Gjellë Gjellalu? Pa këta sy dhe zër thot Ebu Hamid, kjo është bo ka njëherë objekt tale për shejtanit. Ishti njerëzit thot të gjvit. Apo por që më bajnë seminare për zanin më të mirë. Kjo në regull dhe zër. Mirë pa, seminarët më të mira dhe ligjeratat më të mira ku lezohet Kur'ani është aty ku përpiqen njerëzit me e zbatua ta dhe zër. Atë kur përvijen me e zbatue. Sa njëri dhe zërë, as nuk e di se qka kuptimi ka Kur'ani. Ama nëse e zbaton kuptimin, qëfar teksti ka Kur'ani, ama nëse zbaton kuptimin, e ka që mesajin Allahu të bare kjo e në vendin e vetë. Perdja e dytë, thot, njëra prej perdeve që pengojnë lexuesin e Kur'anit, që ta kupton fjallën Allahu të bare kjo e tala cila është që tjetë ndjekës i verbër në diçka të cilën e ka dëgjuar me një kohë prej kohrave dhe e ka ndjekur në mënyrë të thatë dhe të ngurtë dhe është vendosur dhe është ngulit në shpirtin e tij se e vërteta është vetëm ajo e vërtetë që ka dëgjuar dhe është duke e ndjekur pa e parë me fakte dhe me dritën e zemrës, atë çka po e ndjek. Andaj këtë person e lidh besimi i tij i verbër që mos të ketë mundësi të mediton asë një sen tjetër e cila e te i kalon atë qka po e beson para prakisht. Andaj thot të jeshe, këtë njëri, kur lezon një fjallë të Allahu Gjelle Gjelalu, thot e teston me atë qka e ka ngue. Por shemë ti thuple dhe njëzve, kjo fjallë është në Kur'an, ki kuptimë në Kur'an.
Thot s'na kanë mësu neve qështu. S'na ka kallxuar, ai thot, e kena pas nani molla filan, s'na ka kallxuar. Po ç'a më bëlla s'na ka kallxuar. Po si ka arrejnë me të kallxuar, ç'i kita jetë. A kena me diskutuar nani ajet se s'ta ka kallxuar ti e? O hoxha jot? Jo. Ju s'ka mundsi vëllazë. Sa tare pëzullon ajetin. E tash vëllazë, çfarë duhet më bë? Asnjë shkollë zguxon mu bë pengesë për leximin dhe meditimin dhe përpjekjen për kuptimin e fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Zguxon. Ti krejt çka di për plasë Kur'an. Dhe jo Kur'anin me përplas me tuat. Pra me fjalë të tjera. Ti e madh veten me Kur'an, se madh veten Kur'anin me tije. A keni pa plot për njerëzve? I thu, "Qyre fjalë Allahu xhelalu ala, kështu thot." Prit thot një herë. E pse me prit? Ta kontrolloj ki me të vetat. Kur'anin e madh me ato që i beson ki. Kur'anin e madh me rregullat e veta. Vezër Kur'ani është ai I cili I jep validitet, vlefshmëri një rregulle. Dhe jo rregulla mi dhon vlerë ajetit. Apo, na për shembull, çdo sen që e përcaktojmë prej rregullave që I kanë nxjerrë dietar prej Kur'anit, ne themi çfarë? Këto janë rregulla që ndihmojnë me kuptu Kur'anin. Përndryshe, këto nuk kanë vlerë nëse bindesh me librin e Allahut te bareke ve teala. Çdo rregull o zot, që ti për shembull s'le me kuptu një ajet, rregulla nuk ka tamam. Çdo rregull që ti të ban Kur'anin me e pa me mëdyshje, a thu çështu po thota? Se ti para prakisht të ndjek në diçka verbërisht. Thot Ebu Hamid Al-Ghazali, thot shejtani I thot këtij njeriu, thot, si ka mundësi që ti gjatë leximit të këtij ajeti ta kuptosh këtë kuptim, ndërkohë që besimi atyre që kanë kaluar para teje nuk është I tillë? Plot njëri thot, o në rregull lexova ajetin ama thot, nuk e kam mësuar çështu. Kur'ani zguxon mu përplas me rregullat që ti ke mësuar dikun. Kur'ani zguxon mu përplas as me mëdhëbe. Kur'ani zguxon mu përplas as me ulema. Kur'ani zguxon mu përplas as me tradita. Kur'ani zguxon mu ju përplas me asnjë rregull. Kur'ani jo mbi gjitha. Sikur që ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, el-islamu ya'lu wa la yu'la alayh. Ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, Islami është më I larti dhe kur gjë nuk hip mbi Islam. Kur gjë nuk hip mbi Islam. Për këtë arsye, thot Ebu Hamid rahimahullahu teala, kjo ka bërë që shumë prej ulemave apo kërkuesve të dijes apo njerëzve të cilët e lexojnë librin e Allahut te bareke ve teala nga fanatizmi dhe ngulja kam në atë të cilën e ka mësuar në polemika apo diskutime apo rrethana ku ai është rritur apo në shkollat të cilat ai ka marrë disa prej rregullave, krejt këto I kanë bërë pengesë për ta medituar dhe për ta mësuar librin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo që ndodh plot për njerëzve. Thot, nuk më intereson më ushash unë Kur'an. Unë e di unë temën, thot. Çish unë e di temën. Ku e nxjerrët ja? Ku e shpiket ja? Çdo sa duhet mu testu me Kur'an. Çdo sa që ka thënë Sufjan al-Thauri rahimahullah, ne çdo sa ne mati me pejgamberin alayhis salam. Po ti më konë se 70 vjet, 700 vjet me pas jetue me një mendim apo me një ide apo me një rregull. Nëse vërtetohet se pejgamberi sa më ka thënë ndryshe, ti zgjuton as ma pak se sekundi me Muhammed, a me lanë qështu ajo? Apo, andaj kur ka arë një njeri te Imam Shafiu rahimahullah dhe ka pyet për një mesele dhe ka thonë një fetfa. Ati kanë qenë disa nxënësa prej njerëzve që kanë njohur hadithin. Edhe ka thonë o imam, ka ardhur në këtë mesele një hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kështu dhe kështu. Edhe ai ka thonë, "Çi kjo atëra? U kri?" Ai pyetje ka pyet prap. Ka thonë hoç, ç'a thuti tash? Se ki kallzoi diçka tjetër. Çai ka thonë imami? Ka thonë ti mua ma pave kravatën e priftave? Ama pave ka ishin e priftave? Jo. Ka thonë ti apenin që po thot ki? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur thuhet ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bin të gjitha rregullat, bin të gjitha gjërat. Apo shkollat janë bërë sebeb apo janë kallope për me ndihmu me e kuptu fenë e pejgamberit alaihi salatu wasallam. Dhe nuk ka pejgamberi sa mi varë për shkollat. Se shkollat janë çka quhet vëzër? Ç'i quhet shkolla në gjuhën arabe? Medhheb. A quhet? Medhheb. Çka I bie vëzër? Rrugë për me mri dikun. Rrugë për me mri dikun. Çdo medhheb për çka vendos? Rrugë që tu e ka nisë Abu Hanifja. Ku atu dash me mri? Te pejgamberi alaihi salatu wasallam. Imam Maliku medhheb ku do me mri? Te pejgamberi alaihi salatu wasallam. Ahmedi ku do me mri? Te pejgamberi alaihi salatu wasallam. Qendra pejgamberi alaihi salatu wasallam. Këtu janë në këtë periferie na. Ajo qendra. Apo, për shembull ti e ke qabën. A e ke qabën? Pavarësisht për cilit s'ka I dunjajës je. Apo, ama qabën e ke për qëllim.
Njani ka mundësi mu kanë djathë dhe tjetëri majtas, mu pa njëri me tjetërin. Apo, nëse jenë qabe, edhe jetu falë, rrethi e shoj njëri tjetërin. Apo, e shoj njëri tjetërin. Mirë po, ketjen të sinu, qendrën, qabën. Për këta si jo dhe zërë, nuk ban me bo kur gjon penges për shpjegimin dhe kuptimin e fjalëve të Allahut te bareke ve teala. A dhe thot, pengesa e dytë dhe perdja e dytë është kjo. E treta, e që është shumë më rëndësi dhe zër, që nuk lejon me kuptimin e Allahut te bareke ve teala, Zoti na ruaj nga kjo. Dhe të gjitha, mirë po kjo është shumë e rëndë. Thot, që tjetë lexuesi e Kur'anit duke këmbgul ndonjë gjuna. Ose do e bani gjuna vazhdimisht, e çel librin e Allahut xhel xelaluhu. Ama gjunana gje senal nuk mund me kuptu Kur'anin. E perdën e ka. E pa e këtë perdën nuk mundesh me kuptu librin Allahu te bareke ve teala. Ki duhet vazhdimisht me lexu Kur'anin me botobe, me lexu Kur'anin me lexon gjunal, deri Allahu t'ia çele dritën e kuptimit. Thot, ose është i cilësuar me ndonjë kibër, me një menjëmasi, apo është në përgjithësi i sprovuar me ndonjë epsh të kësaj bote, i cili epsh i shkakton errësirë në zemrën e tij dhe ndryshk. Ja ndryshk zemrën. Thot, e njëjta sikur që ndodh me ndryshkun e pasqyrës, e cila e pengon pasqyrimin e asaj që ka e ke nxjerr përballë. Nëse e kiti pasqyrën, edhe i nxjerr diçka karshi. Edhe njëri thot, po ma nxjerr, s'ma nxjerr ka tamam. Zakonisht njerëzit, thonë pasqyra zbajka. Ka mundësi me e fshije, mos ani ban. Fshije mirë, apo? E tani dhe zërë, thot, sikur që e pengon ndryshku i pasqyrës, shfaqjen dhe reflektimin e asaj që ka janë nxjerr ti karshi, që të ta nxjerr pastër, që ta shihësh, thot, njëjtë është edhe me zemrën. Sa më shumë që grumbullohen të epshe dhe kibër, menjëmasi, apo dashuri dhe barë e kësaj bote, thot, atëre largohet kuptimi dhe perdja nuk lën me e pa kuptimin Allahu te bareke ve teala. Thotë dhe gjithnjë që robi e pastron zemrën e vet, e largon ndryshkun, i largon cilësitë e liga, e largon mendjemasinë, e largon inatin, e largon epshin, thotë fillon pasqyrja e zemrës muçel dhe fillon me e kuptu Kur'anin Allahu te bareke ve teala. Për këtë arsye do shiko, thotë kanë ardhur disa prej fjalëve të parëve të muslimanëve. Kjo ka ardhur hadith, mirë po sakta, ose kjo është nga Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, i cili ka thënë në një fjalë të tij, ka thënë kur ummeti jam, apo kur ummeti ta madhnon dinarin edhe dirhemin, largohet nga zemrat e tyre autoriteti i Islamit. Kjo vëllazë nuk shkojnë të dy atë bashkë. Nuk mundesh ti me pas edhe qabën qabe edhe euron qabe. Nuk mundet. Janë dush me hek. Nuk mundesh ti me tu edhe për dollar edhe për Allah. S'ka mundsi. Nuk mundesh ti me tu edhe për dunja edhe për ahiret. Njënën patjetër ki me bë mjet që njënën qëllim. Njënën do me bë mjet njënën qëllim. Thot, dhe kur ta lën urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja, privohen nga bereqeti i shpalljes Allahu subhanahu wa ta'ala. Privohen nga bereqeti i shpalljes së Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye thot Allahu xhel xelalu në shumë prej ajeteve e ka kushtëzuar kuptimin dhe leximin e domethënieve të Kur'anit pa u largue disa cilësive. Për shembull, thot Allahu te bareke ve teala surën Qaf ajeti 8, tabsiratan wa dhikra likulli abdin munib. Kur e ka zbrit Kur'anin Allahu xhel surën Qaf, thot ki Kur'an ja çel zemrën me kuptu ati i cili është rob që kthehet te Zoti, i penduar. I penduari vëllazër, i penduari. Për shembull, që ta kuptosh. Keni pa për shembull njeriu kur pendohet. Pse ma let kupton? Se bara e fajit e ban ata i cili ja ngarkon fajin dhe ja lexon, ai me mënu mirë, thot tamam, çtu pasa ka bën, në rregull. Nuk ka bëjë. Shembulli i Zotit më i lartë vëllazër. Ti nuk mundesh me kuptu Kur'anin me shku, ti nuk mundesh me shku me kënari këtu. Apo mi thon, hajde folti. A keni pa si folën me shefat e vet, me kujdes folën. Pse? Se thot kim për sa pipune. Mirë vëllazër, na me Zotin çish folna? Çish e lexojnë fjalën? Kur ti lexon me pendim, kur ti lexon me keqardhje, o Zot unë jam gjunaçar, o Allah falem. E nëse ka mundësi me ma mundësue kuptimin e fjalës, Allahu gjitha ta mundëson.
wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Dhe Allahu te bareke ve sura Ghafir, ajeti 13, nuk kujton dhe nuk kupton nga ky libër pas ai cili kthehet me pendim ka Allahu te bareke ve teala. Kjo është thot perdja e tretë që pengon kuptimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Dhe perdja e katërt, cila vëzër, perdja e katërt, thot perdja e katërt e cila pengon kuptimin e fjalëve të Zotit te bareke ve teala është që njeriu ta ketë lexuar një tefsir të Kur'anit Allahu xhelalu apo të një ajetit dhe të bindet se i gjithë kuptimi i atij ajetit është te çaj tefsiri që ka nguaj. Dhe kjo ndodh vëzër plot sidomos kohën tonë. E ka lexuar një tefsir edhe këtë Kur'anit të çështuan edhe pik. E çështuan edhe pik dhe s'nja çeti pikën. S'nja çeti pikën. Aty ku s'ka pik, ti s'mundesh me mo pik. Apo, po këtë arsye thot, ndodh që njeriu ta lexon një tefsir dhe të mendon se i gjithë ajeti është bllokuar çat mana. Thotë dhe kjo është prej ngurtësisë së tabiatit. Apo për shembull një ajet vëzër ka mundësi mi pas kuptime. Ai ka lexuar një tefsir, një kuptim. Edhe çka thot, sa herë që jeni indikant, të e bë tefsir ndryshe thot. Apo kjo ajet se ka çështë kuptim, unë kam lexuar ndryshe, apo e kam dëgjuar ndryshe. Nuk duhesh me bë dëgjimin dhe leximin tan pengesë për kuptimin e 2 dhe 3 dhe 4, ndoshta 50 të kuptimit të fjalës Allahu te bareke ve teala. Për këtë arsye, thot shumë prej njerëzve nuk marrin nga drita e ajeteve të Zotit xhelel xhelalu, nga se janë bllokuar në një mendim prej mendimeve të dietarëve, pini vëzër. Thot qoftë kjo nga Ibn Abbasi dhe Mujahidi dhe të tjerë nga komentatorët. Kjo vëzër nuk lejnë për të gjithë. Apo njërë me thonë, Ibn Abbasi, Allah e mëshirov, kish gabue. Ja, se mësani në hina ka derat e veqelave. Jo, dush me respektu e vetën mas pari, e me ditë se kur të fol Ibn Abbasi, aje ka mirë po, kur e komenton Ibn Abbasi një ajet, aja ze udhën aj Ebu Hurejrës me komentu ndryshe, jo. Kur e komenton Ebu Hanifja një hadith apo një ajet, a i bje kjo që Shafia s'ko drejt me komentu, jo. A i bje kur ta komentoj Shafia që e ka zonë derën kur kujna mos ka. Jo. Çdo dietare ka kuptimin e vet që Allah jep Allahu gjëra për limin Allahu te bareke ve teala. Për këtë arsye, ka thënë Aliu radhiyallahu an, unë nuk kam diçka shtesë që më ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jashtë juve, përveç kuptimit që Allahu ja jep një robit në Kur'an. Por nëse unë Allahu gjëra më furnizon me kuptime të cilat nuk i dini ju, kjo nuk i bie që Allahu ma ka lënë testament pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vini kësaj fjalë tani vëllazër. Thot Ebu Hamid rahimahullah, thot wa annahu law kana al-ma'na huwa adh-dhahira al-manqula lama ikhtalafa an-nas fi. Thot sikur manaja e ajetit, të një ajetit Kur'anit, ti shkon veç e dukshmja prej jashtë që ka mund ta kupton njeriu dhe e transmeton, atëherë thot, për çka ka polemik në mesin e ulemave për një ajet? Çfarë kuptimi ka? Kur ti e marr një ajet, edhe shef Ibn Gjeriri nga ulemat e vet që ka sill transmetimet, pastaj Baghawiu, apo pastaj Ibn Abi Hatim, pastaj Imam Baghawiu dhe Ibn Kathir dhe të tjerë nga ulemat. Ti e çel një ajet edhe shef, ai thot kuptohet çështu, mund kuptohet edhe çështu, mund kuptohet edhe çështu. Kjo çka i bie vëllazër? Thotë Muhammed, mu kanë që veç një kuptim e ka, ato këtu polemizojnë. Mos u polemizojnë. Por shembull vëllazër, nëse tu shem marrë diçka që është e vazhdueshme dhe nuk ndryshon, është me një format. Nëse për shembull dera ka një ngjyrë, apo dera për shembull ne themi dera është e kaftë. E në nuk polemizojnë edhe zërë për ta. Apo, se kjo diçka e cila nuk lëviz, qatë ngjyre ka dhe qatë formatet dhe kretë, me ardi kush me thonë, kjo nuk ka derë, do në jo se kjo nuk lëviz. Ama, kur të kemi bëjnë me kuptime, me domethënie, me fjalë, me komente, këtu vëzë nuk ka mundësi dikush me thonë, e kam shenun e derën s'kiti qka jo. Se për ndrishtë s'kishin ekzistu librat e ulemave, s'kishin ekzistu librat e tefsirit. Për çka librat e tefsirit, vëzë? Për çka janë? Pse sahabës ka thonë diçka, u kry kjo mesele, çështu kuptohet? Pse nuk i ka thonë një sahabi tjetrit, e kam studiuar në Kur'anin ti flen rahat vëlla. Hyt më zon i gale. E kam sosun e këtë punë. Po të për çka jam unë? O çat për çka jam urdhënuar me kuptue? Për çka jam urdhënuar me lexue? Për këtë arsye vëzër, thotë Abu Hamid, sicili njeri që normal i gëzon mjetet e kuptimit, dhe ne e përmend vëzër, mos ta harrojmë.
çdo njeri ka të drejtë me e lexu dhe mu kënaq me Kur'an dhe me ditu Kur'ani dhe me e mush zemrën e vet me Kur'an. Jo mu bo mufti dhe kadi. Dani këto dy sene. Lexoje për veti, kënaqu për veti. Gëzoje zemrën tënde, ndriçoje zemrën tënde, udhzoje zemrën tënde. Ama mos u bën kadi. S'ka thirr kërkush gjykatës, as prokuror, as advokat, as kurrë. Për vetën tënde kënaqu. Ama mufti jo, nëse muftia I ka kushtet e veta. Për këtë arsye thotë Muhamedi rahimahullahu teala, kjo është e gjashta nga kushtet të cilat e ndihmojnë kuptimin e Kur'anit të Allahut te bareke ve teala. Ka mbet edhe një, edhe tri në fakt ka mbet, mirë po, për shkak se kjo e shtata shumë në rëndësi, e cila ka të bëjë me, e këta duhet me ia dhënë një ligjërat pak më të zgjeruar. E shtata, veç po e hapim, pastaj do ta shpjegojnë amelin Allahu te bareke ve teala, ka thënë at-takhsisu. Çka është at-takhsisu, vëllazër? Marrja e ajeteve për veti. E këta do ta shohna se si njerëzit e lexojnë Kur'anin dhe thotë e paska shumë keq ki puna kushia jam, shumë keq e paska punën. Edhe ki kolega, çka I thëga ki ajet, ku për ta. E Muhamedi Gazali thotë, kjo është për pengesave të kuptimit. Allah ka njerëz që ne ka gjetë vetën Kur'an. Këti ka gjithë, kriminalat, hajdutat, apo, këti ka gjithë. Që e kom gjithë, thot lexoje se të kom gjujtë në Facebook, apo, me të mësile voli njerëzit, me tërdhora si. E për të dashojmë na detale, që da shpjegon e Muhamedi Gazali rahimahullah, se njëra prej perdeve apo disiplinave që duhet të përmbahen është mos të merret Kur'ani për të tjerët, por të merret për vetveti. Do ta shohim pastaj me len Allahu te bareke ve teala. Lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu te bareke ve teala ti hap rrugët e zemrës tonë që ta kuptojnë librin Allahu te bareke ve teala. Allahu na udhëzon me këtë libër, ta ndriçon me këtë libër. Allahu na mundson që të jetojmë gjithmonë me çata që ka dëshirë Allahu subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu na e bën të dashur librin Allahu xhel xhelalu, na e bën të dashur sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na furnizon me karakterat dhe moralet të cilat neve na mëson libri Allahu subhanahu wa taala. Lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala na mundson që të kuptojmë nga libri Allahut mësime të cilat na mundsojnë jetën sipas Islamit në rrethanat të cilat ne jetojmë. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhel xhelalu muslimanë këtë që Allahu të ndihmon fuqaras, kamnor, nevojtar, bonjak, jetima, të veja, të gjithë Allahu të jap nga rahmeti vet, sidomos ata vëllezërit muslimanë, ata gra, ata pleq, ata jetima, ata fëmijë të cilët janë në siklet dhe në zahmet. Allahu të ndihmon, Allahu të përkra, Allahu rahmetin tuaj jap, e kushdo që bën zullum edhe ban keq në tokë, Allahu çat keq, çat zullum në oborrin e vet ja u dërgon. Ya rabbal alamin, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.